marrim pasaportën tonë europiane, që ne ta shohim Shqipërinë tonë antare të Bashkimit Evropian në mandatin që do na jepni ju në 11 maj. Dhe pasaporta e Bashkimit Evropian është shumë e mundur nëse bëhemi të gjithë bashk në 11 maj dhe votojmë Partinë Socialiste, se vetëm Edi Ramën dhe Partinë Socialiste ne do t'ja dalim ta shohim Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Me pasaportën europiane, vajzat e djemtë e Shqipërisë son do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës, pa u dashur të konsiderohen më si student ndërkombëtar, por student europian. Me pasaportën europiane, çdo shqiptare do të mund të ketë leje pune, pa u dashur më histori pafund 30 e ca vjeçare radhë për kuestura duke pritur për të marrë permesso di soggiorno apo si quhen ato lejet e tjera të punës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë sot kuptoni diçka shumë të rëndësishme. E para, këto nuk janë zgjedhje siç kanë qenë të tjerat. Këto janë zgjedhjet më vendimtare sa i përket përfundimit të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe këtu çdo vot ka rëndësinë e vet. Motra e vëllezër në diasporë, unë e di që ju e keni ndarë mendjen për të votuar Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Por ka ende ndonjëri që mendon, po e çoj votën këtu, po e çoj votën atje. As atje, as aty, as ke këta që gjoja shiten për të rinj, po janë më të vjetër se vetë bufi në qasje. Do të kuptoni, atyre nuk i bëni dot asgjë. Maksimumi njërin prej tyre do t'i jepni një vend pune në parlament. Maksimumi njëri prej tyre do zgjidhet deputet. Tani më keni mua këtu që jam marrë gjithë jetën me numrat parlament dhe një numër në parlament nuk bën dot asgjë. Duhen 84 vota në parlament, jo 71, për të bërë punë. Dhe 84 vota do t'i ketë vetëm Partia Socialiste, fal votave të diasporës, fal votave të vëllezërve motrave tanë, ku 100.000 janë vetëm këtu në Itali. Motra e vëllezër, ju falenderoj me shumë zemër për gjithë këtë rrugtim që kemi bërë së bashku në gjithë këto muaj.